Ndërta më të pafajshmit janë ata që janë të zotë në një profesion tjetër dhe natyrisht e lënë më njanë këtë gjë, por ama të dyja palët kanë zhurmuar fort, kanë shtrëmbruar keq dhe kanë gënjur shumë. Veçanërisht dhe posaçërisht për të ardhurat pensionale që buxheti materializon. Buxheti mban premtimet e zgjedhjeve të fundit politike bëra në këtë vend. Natyrisht për këto të ardhura dhe këtë herë të paktën ka kthjellësi për 4 vitet që vi. Për çdo pensionist është e qartë ç'do të ndodhë. Po spjegoje po e bëj shumë të thjeshtë. Më keni parë këtu gjatë kohës opozitës po edhe ca vitet pushtetit të flas me qindarka dhe disa qindra lek. Ndërkohë që më në fund po flas këtu me kartë monedha dhe me 1000 lek, siç ishte edhe kërkesa. Vitin e parë, pensioni i plot i pleqërisë rritet me 1800 lek. Janë këto dhe si ndryshojmë dot dhe nuk e vazhdojmë dot lojën me të vjetra apo me të reja. Vitin e dytë, pensioni i plot i pleqërisë do të rritet me 3600 lek dhe janë këto bashkërisht. Vitin e tretë, pensioni rritet me 5400 lek dhe janë këto, po përsëri. Dhe vitin e katër, pensioni rritet në mënyrë të plot me 7200 lek dhe janë këto. Shikoni, është diferencë shumë e madhe nga qindarkat tek 1000 lekët. A mjaftojnë? Jo, nuk mjaftojnë, por në fund vitit të parë, një pensionist që ka një pension plot pleqërie do të marrë 21.600 lek plus. Në fund vitit 2, 23.200 lek plus. Në fund të vitit 3, 64.800 lek plus. Dhe në fund të vitit 4, 86.400 lek plus. Që do të thotë është 2 herë, 3 herë, 4 herë, më shumë se sa bonusi i fundit të vitit. Pra, hiqeni dhe argumentin, por hiq përndani bonusin e vitit. Kështu është edhe për pensionet e tjera. Do thoni ju, sepse ju dëgjova pak më herët tu, që kështu kemi bërë edhe ne. Në fakt, ju nuk keni bërë kështu. Dhe kjo është tabela e rritjes pensioneve që nga viti 1997 e deri tani. Dhe po dua t'ja u lexoj për t'ju vënë para faktit. Në vitin 2006 përkundrejt vitin 2005 janë rritur pensionet me 860 lek. Në vitin 2007 përkundrejt vitit 2006 644 lek. Në vitin 2008 përkundrejt vitit 2007 814 lek. Në vitin 2009 kundrejt vitit 2008 1075 lek. Në vitin 2010 përkundrejt vitit 2009 679 lek. 2011 përkundrejt vitit 2010 567 lek. 2012 përkundrejt vitit 2011 826 lek dhe 2013 përkundrejt vitit 2012 900 lek. Kjo është e vërteta. Tani çfarë kam unë për pensionet? Kthjellësia natyrisht që vjen s'pari mbi gjitha nga bonusi që do paguhet këtë fund viti. Së dyti, nga kjo rritje e të ardhurat pensionale që do të vijojë për vitin e ardhshëm. Së treti, nga indeksimi i pensioneve që është një politik tjetër dhe që është më vete. Së katërti dhe këtu ja kanë bërë me dije edhe Ministrit Financave dhe Ministrës Ekonomisë që për shkak se ekonomia po rritet me mbi 3.5% deri në 4% duhet fillojë të llogarisë qeveria bonusin sistematik të pensionit për vitin e ardhshëm. Dhe 2 propozimet fundit çdo teprit në buxhetin e shtetit duhet shkojë në fondin pensional e në krahun tjetër deficiti i skemës duhet të ngrihet në këtë nivel dhe çdo e ardhur shtesë në skemën e pensioneve duhet përdoret për politikë pensionesh dhe asgjë më shumë. Ndërkohë, buxheti bën të njëjtën gjë edhe në krahun e pagave. Dua t'u kujtoj që 2025 është viti plot i parë që ka shtuar pagat me 450 milion euro. Paguhet deri në fund të këtij viti. Në sektorin publik dhe veçanërisht në shërbimet publike. Natyrisht vit 2026 ne bëjmë apo mbrojmë dhe shtojmë këto të ardhura në pagat e sektorit publik. Paga minimale shkon në 50.000 lek dhe jo për efekt llogaritjes fiskale, por duhet jetë reale 50.000 lek. Mjekët, infermierët, teknikët, farmacistët
ju rritën rrogat nga 11.800 lek plus deri në 5.500 lek plus për infermierët. Kur ka qenë paga infermierëve ndonjëherë 92.500 lek? Mësuesve natyrisht ju rritet rroga me gati 36.000 lek në vit. Elektricistëve 7.500 lek, inxhinierëve elektrik 12.500 lek, ushtarakëve nga 2.013 lek deri në 5.800 lek, policëve nga 4.500 lek deri në 11.325 lek, shërbyesët administratës civile, që janë pjesa më, ta themi, më në nevojë administratës publike, ju rritet me 10.000 lek, specialistëve me 5.000 lek. Cili është problemi edhe në këtë rast? Produktiviteti i shërbimeve publike, veçanërisht produktiviteti i administratës. Në krahun tjetër, buxheti çon të ardhurat në 29.6% prodhimit përgjithshëm kombëtar dhe nuk kanë qenë kaq asnjëherë. Të ardhurat nga tatimet, të ardhurat tatimore shkojnë 27.8 miliard lek, shkojnë në 27.8% GDP-s ose 7.7 miliard euro dhe nuk kanë qenë asnjëherë. Të ardhurat tatimet dhe doganat shkojnë 19.1% e GDP-s ose 5.3 miliard lek dhe nuk kanë qenë asnjëherë. Dhe kujtoni që po mbledhin 5.3 miliard euro të ardhura pa rritur qoftë edhe një taks të vetë. Shpenzimet shkojnë në 31.9% GDP-s, 8.8 miliard euro. Investimet publike shkojnë në 6.5% të GDP-s, 179 miliard. Deficiti mbetet në 2.3%, duke si në vëmendje faktin që jemi me suficit primar këtë vit, me suficit primar vitin e ardhshëm prej disa vitesh në këto terma, dhe natyrisht rregulli i artë i buxhetit i normuar edhe me ligj materializohet më së miri. Investimet publike janë gati 3 herë më të larta se deficiti buxhetor. Ndërkohë, risku nga kontrata dhe partneritetit publik-privat vazhdon të jetë i ulët, sako që jemi me 1.7% të ardhurave të një viti më përpara nga 5% që është tavani i tyre. Borxhi publik bruto vazhdon të bjerë dhe do të shkojë në fund të vitit në 53%. Do doja t'ju thoja që ky buxhet patjetër që rrit arsimin, veçanërisht në politika të tilla si librat falas, transporti i fëmijëve dhe mësuesve, dhe natyrisht edhe financimi i programeve pas mësimit. Shëndetësinë, veçanërisht me 2 linja shumë të qarta, 15 milion euro për tumoret dhe linja tjetër e rikonstruktimit të gjirit për gratë që vuajnë nga tumoret, e në krahun tjetër 13.5 miliard lek për ilaç. Bujësia e kalon atë tavanin ose atë kufirin edhe psikologjik të 5 miliard lekve, shkon 5.2 miliard lek dhe i shtohet një kompensim për 1.5 miliard lekësh. Çështjet sociale shkojnë në 25 miliard. Çfarë doja të propozoja unë? E para që 3 koncesionet, të cilave ju mbaron kontrata këtë vit të kthehen në shërbime publike. Dhe kontrolli bazë mjekësor të shtyhet për te moshës 70 vjeçare. Ndërkohë që është shumë e qartë që skema ilaçeve është në agresionin e hajdutëve të këtij sektori dhe patjetër duhet të rishihet për të larguar cilin do që korrupton apo grabit skemën. Në krahun tjetër, bujësia patjetër që meriton një skemë të re subvencionimi pas 12 vitesh. Dhe ndërkohë, nënat me 3 fëmijë, ne sot ju paguajmë sigurime shoqërore atyre që janë pa punë, atyre që janë në punë për herë të parë ju zbresim 48.000 lek në vit për çdo fëmijë dhe natyrisht në krahun tjetër duhet mbështesim më në fund me sigurime shoqërore nënat që kanë fëmijë të spektrit autik në shtëpitë e tyre. Barazia gjinore dhe puna e papaguar e grave duhet të jetë elementi kyç që duhet kostifikohet tani nga buxheti dhe të kthehet në të mira për ato gra që natyrisht punojnë dhe duhet marrin të ardhurat barabarta për të njëjtin vend pune me burrat. Dhe në fund fare, bonusi i invalidëve që menaxhohen apo janë në administrimin e shërbimit social shtetëror duhet garantohet për këtë vit dhe për çdo vit tjetër për të mos krijuar më pabarazinë që u krijuan në muajin mars. A ka rrisje ekonomia dhe buxheti? Po, ka rrisje ekonomia dhe buxheti. Vitin e ardhshëm ekonomia do të rritet apo zgjerohet me 4%. Prodhimi i përgjithshëm kombëtar shkon në 27 miliard euro, por i fokusuar shumë fort në 2 sektorë. Në ndërtim dhe në turizëm. Besoj do ma jepni dhe mua kohën që datë zotërisë. Pra, në turizëm dhe në ndërtim, 2 sektorë
në të cilin në të parin kemi vërejtur nga dalsim të rritjes dhe dyti vazhdon të rritet. Por ama, dy sektorët e tjerë janë risku më i madh, industria dhe bujqësia që vazhdojnë për 3 mujor të tërë që janë me rënje. Duhet fokusohemi atje me qëllim që të bëjmë gjën e dur. Në krahun tjetër nga pikpamja e kërkesës agregate, e gjithë rritja mbështetet shumë fort në më shumë se gjysmën e saj tek konsumi. Konsumi jo gjithmonë është mirëqenie. Pavarësisht se të ardhurat shtohen, konsumi nuk do të thotë që na bën më të mirë, apo na bën të ndjehemi më mirë. Kështu që është themelore kjo gjë, ashtu siç risku në buxhet vjen pikërisht nga mos realizimi i shpenzimeve buxhetore. Dhe këtu, zoti ministër, do doja ta përsërisja, nuk është problemi juaj, por është problemi gjithë qeverisë, dhe kush nuk shpenzon paratë programuar në buxhetin e shtetit, pavarësisht në është ministër, është zënës ministër, është drejtor, është përgjegjës, është shefi një agjencie apo njësie zbatimit buxhetit dhe nuk përmbush të detyrim të shpenzoj paratë të grumbulluara dhe të programuara në buxhet, duhet të largohet. E fundit gjë që kam, natyrisht paketa fiskale është e gjerë, po unë po merrem vetëm atë që natyrisht nuk gjen zbatim ende e që ka të bëjë me TVSH-n e bujqësisë. Kam disa tabela këtu për të shpjeguar shumë më qartë se ç'ndodh me TVSH-n e bujqësisë. Kam bërë një llogari për sasi të barabartë në vlerë monetare produkti. Dhe do doja t'ju them që po ta marrin import një mall me vlerë 500 lekë dhe të dalin nga dogana bashkë me TVSH-n e paguar në vlerë 600 lekë, duke paguar çdo gjë tjetër, natyrisht i ka një rezultat pozitiv 83.4 lekë. Por me skemën 0 me 20%, po të blej prodhim vendas me të njëjtën vlerë 600 lekë me aq sa ç'del nga dogana, rezultati është negativ prej 16.6 lekësh. Prandaj, blerësi është më interesuar për importin se sa për prodhimin vendas. Rasti më fatlum do t'jetë ai që të zbritet nga çmimi i bujkut. Masa e kompensimit të TVSH-s që ne vendosim me ligj 60 lekë për 600 lekë mall dhe përsëri del me një rezultat negativ bruto prej minus 6.6 lekësh dhe në qoftë se e ul çmimin ke fermeri me 10 lekë, atëherë kemi një rezultat të barabartë, po në tentativë të barabartë dhe në fund fare ndodh ajo që kemi sot në treg. Edhe çmimi ke fermeri ulet, edhe çmimi te konsumatori i rritet. Dhe vetëm në këtë rast kemi një rezultat pozitiv të grumbulluesit me 35 lekë. Duhet të kthehemi shumë qartë tek propozimet që janë në këtë kuvend, edhe nga deputeti Duka më herët, edhe nga unë, edhe nga të tjerë kolegë për të barazuar skemën e tatimit mbi vlerën e shtuar me qëllim që të favorizohet më në fund prodhimi vendas në këtë vend. Faleminderit. Po, faleminderit zoti Braçe. Zonja Denisa Vata, keni